Milano, qyteti i modës, financave dhe në zemër të tij, një monument i vjetër dhe i frikshëm i drejtësisë, burgu i San Vittore. Ky burg me histori shekullore njihet për arkitekturën e tij masive, por edhe për dobësinë e tij të fshehur në hijet e murit të vjetër. Ai nuk është një institucion modern i fshehur në periferi. Ai është aty, një kështjellë e vjetër e shekullit të 19, një simbol i pamohueshëm i ligjit që prek kundër kaosit. Ai ka kulla 6 këndshë, mure të lartë, të rrahur nga koha, dhe brenda një botë e veçantë, e mbushur me hijet e të dënuarve. Një vend ku çdo sekondë ndihet si një orë. San Vittore, në fillim të viteve 2000 ishte shtëpia e kriminalëve italianë dhe atyre që kishin ardhur nga lindja. Dhe pikërisht këtu, në këtë burg të vjetër, një shqiptar i ri i quajtur Miki Rapi kishte filluar të ndërtonte një emër. Ai nuk u dënua për një krim të vetëm. Ai u dënua për një jetë të tërë të jetuar jashtë rregullave, trafik droge, grabitje të dhunshme, vepra që e vendosën në kategorinë e të burgosurve më të rrezikshëm. Dënimi ishte i rëndë. Përpara tij shtriheshin vite të gjata në mbrojtjen e strukturës së lartë të San Vittore. Por kush ishte Miki Rapi? Ai ishte pjesë e valës së emigrantëve shqiptarë që ndërtuan rrjete kriminale të fuqishme në Itali pas rënies së komunizmit. Ai zotëronte atë që ekspertët e quajnë inteligjencë e rrugës, aftësia për të marrë vendime të shpejta nën presion ekstrem. Ai u bë i njohur për grabitjet e tij me saktësi kirurgjikale. Si shumë shqiptar të asaj kohe, ai ishte i vështirë për t'u kapur, por një gabim e kishte izoluar në burgun e Milanos. Burgu i San Vittore ishte i vjetër, dhe çdo vite më shumë struktura e tij e lashtë tregonte shenja lodhjeje. Muri i jashtëm ishte i lartë, por jo i papërshkrueshëm. Kontrollet e rojeve ishin në rutinë, dhe rutinë në burg është sinonimi i dobësisë. Miki Rapi dhe bashkëpunëtorët e tij, të paktën 2 të tjerë identiteti i plotit të cilëve shpesh mbetet në hije nga figura e tij, e dinin se thyrja nga brenda nuk ishte e mundur. Ata duhej të shkonin lart, dhe aty plani filloi. Marrja e materialit, çdo objekt në qeli, çdo copë pëlhure, çdo mjet i braktisur, u bë pjesë e enigmës së arratisjes. Ata kishin nevojë për 2 gjëra kryesore: një mjet për të kapërcyer hekurat e qelisë dhe një litar mjaftueshëm të fortë për të mbajtur peshën e trupave nga çatia e lartë deri në tokë. Por në qeli, gjithçka është e numëruar. Kështu burimi kryesor i tyre u bë mbeturinat e kontrolluara, materialet e lejuara, por që mund të transformoheshin. Litari, instrumenti më i rëndësishëm, kërkonte një sasi të madhe çarçafësh, bataniesh dhe pëlhurash të forta. Kjo u arrit duke mbledhur materialin pak nga çdo ndërrim çarçafësh, duke fshehur tepricat në dyshekun e tyre ose pas mureve të dyshemes, duke i dhënë vazhdimisht përshtypje në rojeve se gjithçka ishte në rregull. Procesi i lidhjes së këtyre pëlhurave kërkonte mjeshtëri artizanale. Çdo nyje, shpesh një nyje 3 fisht apo e quajtur nyje e peshkatarit, duhej të ishte perfekte, sepse një nyje dobët du të thoshte rënje fatale nga 10 metra lartësi. Litari i tyre improvisuar arrinte një gjatësi të vlerësuar prej 15 deri në 20 metra, i mjaftueshëm për të arritur murin e fundit. Paralelisht me litarin, ishte sfida e depërtimit në strukturë. Qelia ku ndodheshin ata kishte hekura të ankoruar në mur të vjetër. Për të thyer një hekur qeliku, nevojiten mjete gërryerse. Këto mjete u improvizuan nga element metalik të marrë nga mobiljet e vjetra ose mjetet e punës, dhe u mprejën duke i fërkuar vazhdimisht me beton apo gur. Puna bëhej vetëm gjatë orëve të pikut të zhurmës, si për shembull gjatë kohës së ushqimet apo kur aktivitetet e tjera krijonin mbulesë akustike. Objekti primar ishte shkëputja e hekurave nga ankorimi në mur. Duke punuar me durim milimetër pas milimetri, ata krijuan një hapësirë në mur mjaftueshëm të madhe për të kaluar.
Momenti vendimtar ishte nata e 18 qershorit 2004. Me thyrjen e hekurit, ata dolën nga qelia. Faza e parë ishte kalimi nëpër labirintin e çatisë së burgut. San Vittore, me arkitekturën e tij radiale, kishte mure dhe godina të lidhura me njëra tjetrën. Ata u ngjitën në terracën kryesore, duke u zhvendosur me shpejtësi dhe pa zhurmë. Për shkak të errësirës dhe mungesës së sensorëve moderne ato zonë të vjetër të burgut, ata arritën të ankorojnë litarin e tyre masiv. Pika e ankorimit duhet të ketë qenë një strukturë e fortë, si baza e një kulle vëzhgimi të vjetër apo një xhak masiv. Kjo ishte një pikë nevralgjike, sepse nëse pika nuk do të ishte ankoruar siç duhet, pesha e trupave do ta shkëpuste litarin. Me ankorimin e sigurt, filloi zbritja vertikale. Njëri pas tjetrit Miki Rapi dhe shokët e tij filluan zbritjen, duke përdorur forcën e krave dhe këmbëve për të kontrolluar shpejtësinë e tyre dhe për të shmangur lëkundjet që mund të tërhiqnin vëmendjen e rojeve të natës. Ky ishte një akt i pastër fizike dhe guximi. Një lëshim i vogël i kontrollit do të thoshte rrëzim dhe vdekje e sigurt. Pasi arritën në zonën e lirë, ata nuk kishin përfunduar. Përpara tyre qëndronte muri rrethues i jashtëm, barriera e fundit ndërmjet tyre dhe qytetit të Milanos. Ata arritën ta kalonin dhe atë duke shfrytëzuar një pikë të vdekur të sigurisë në murin e vjetër dhe e kapërcyen pengesën e tyre të fundit. Në mëngjesin e 19 qershorit, ndërsa rojet bëjnë kontrollin e tyre rutin, ata gjetën hekurat e thyer dhe dëshminë e pambuluar të dështimit të sistemit. Çarçafët e varur si një sfidë e hapur nga çatia e San Vittore. Pas kapërcimit, ata u zhytën menjëherë në rrugët e Milanos. Ata ishin tashmë gjuetar në vend që të ishin gjah. Arratisja e Miki Rapit shkaktoi një zhurmë të madhe në sistemin politik dhe penitenciar italian. Ishte një dështim i madh sigurie. Ajo që e bëri këtë arratisje kaq të rëndësishme ishte fakti se ajo rriti tensionet mbi fuqinë e krimit të organizuar shqiptar në Itali dhe sfidoi idenë se burgjet e vjetra urbane ishin ende të sigurta. Policia italiane nisi një gjueti masive. Çdo detaj i jetës së tyre kriminale dhe i rrjeteve të bashkëpunimit u hetua. Arratia ishte bërë, por tani duhej të fshiheshin në një vend ku çdo cepi ishte i ndriçuar nga kërkimi policor. Megjithatë, ashtu si arratisjet e tjera të bujshme, edhe kjo lirie sapo fituar nuk zgjati përgjithmonë. Policia, duke ndjekur gjurmët e kontaktet e tyre kriminale, arriti të lokalizojë Miki Rapin dhe bashkëpunëtorët e tij. Ai u arrestua sërish dhe u kthye në sistemin e burgjeve italiane, këtë herë në një regjim më të rreptë dhe në burgje më moderne, duke e bërë një arratisje tjetër të tillë pothuajse të pamundur. Arratisja e Miki Rapit nga San Vittore në Milanos mbetet një testament për vullnetin njerëzor, por gjithashtu një tregues i kostos që vjen me thyrjen e ligjit, pavarësisht se sa i aftë mund të jesh në artin e arratisjes.